Irani ka ndërtuar një uzinë për pasurimin e uraniumit në zonën malore të Fordowit, e mbrojtur nën tokë dhe aftë të përballojë sulme ajrore, përfshirë ato me raketa. Kjo strukturë e nisur në vitet 2006-2007 dhe pranuar publikisht vetëm në vitin 2009, ndodhet në një thellësi prej rreth 90-100 metrash dhe është e pajisur me mbrojtje të shumta fizike dhe ushtarake. Qëllimi i ndërtimit ishte të shmanget një përsëritje e fatit të reaktorit bërthamor irakian të shkatruar nga Izraeli në vitin 1981. Duke mësuar nga përvoja e vet dhe fshinjëve, Irani ka ndërtuar struktura që janë shumë të vështira për të shkatruar, madje edhe për aviacionin izraelit. Vetëm Shtetet e Bashkuara disponojnë bomba të mjaftueshme për të depërtuar në thellësi të tilla, dhe ato mund të lëshohen vetëm nga bombarduesit strategjik P2. Ndaj ekspertët mendojnë se vetëm një ndërhyrje amerikane mund të dëmtojë realisht Fordowin dhe as kjo nuk është e garantuar. Në mënyrë shtesë, Irani ka rritur sigurinë me forca elitare për të parandaluar sulme nga brenda ose nga komando të huaja, si ato që janë përdorur më parë nga Izraeli dhe Mossad për të sabotuar impiante si ai në Natanz. Në këtë kontekst të tensionuar, informacionet janë shpesh të pjeshme ose të mjegullta dhe kriza mbetet e hapur me shumë skenare të mundshëm.